Arrestohet Federica Mogherini. Policia belge ka kryer bastisje në shërbimin diplomatik të BE-s në Kolegjin e Evropës dhe në disa shtëpi private, si pjesë e një hetimi të madh për mashtrim me fundet e BE-s, ku është arrestuar ish shefja diplomatike e BE-s Federica Mogherini. Mogherini, e cila prej vitit 2020 është rektore e Kolegjit të Evropës në Bruges dhe drejtuese e Akademisë Diplomatike, dyshohet për keqpërdorim financimesh së bashku me 2 zyrtarë të tjerë. Në pranga është ndaluar edhe Stefano Sanino, ish sekretar i përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, bashkëpunëtor i ngushtë i Mogherinit në kohën kur u themelua akademia. Komisioni Evropian ka konfirmuar praninë e policisë në ndërtesat e BE-s, por nuk jep detaje, ndërsa hetimi po vazhdon.